Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç e keni kuptuar edhe nga Leduolli pas shpinësime, do të flasim tani për parashikimin e yjeve. Me mua në studio është astrologu Jorgo Pulla, i cili do t'ju përgjigjet telefonatave dhe shqetësimeve të qytetarëve për t'ju dhënë një përgjigje të personalizuar lidhur me parashikimin e yjeve. Jorgo, faleminderit. Kënaqësi ime. Besoj edhe ti e zgjuar këtë mëngjes me lajmet nga ajo që ka ndodhur mes Shtetet Bashkuara dhe Iranit. Shtetet Bashkuara janë përfshirë në një luftë dhe kanë sulmuar 3 nga centralet bërthamore më të rëndësishme në Iran. Tani pyetja që kemi të gjithë ne është çfarë do të ndodhi me luftën. Gjithë këto ditë në rrjetet sociale diskutohet lufta. Ne nuk e dim se çfarë ndodh me luftën, po ndoshta yjet kanë një informacion më tepër se ne. Unë do doja, Jorgo, që ndërkohë që presim telefonatat, të shohim hartën astrologjike të njeriut më të kërkuar të momentit. Ajatollahut Ali Khamenei. Ali Khamenei ka lindur më 19 prill 1939. Orën nuk e dim, po besoj me parafërsi me datën mund t'i gjejmë diçka Ajatollahu. Megjithëse Ajatollahu nuk i beson këto gjëra, se Ajatollahu ka një drejtim radikal të Islamit. Shiko, përse përket luftës të përgjithshme, në fakt luftat kanë qenë, do jenë, do mbetet, por kemi diçka të veçantë, sepse Irani nuk është një fuqi e vogël, por gjithsesi unë do thosha këtë. Ky person, për shembull, vërtet si drejton, sepse njerëzit kanë komunikimin. Në bazë të kësaj datinde kemi ditën e mërkur. Ditën e mërkur kemi mërkurin. Mërkuri që jep mundësi, rëndësi në gjëra të mëdha. Por ajo që unë mund të them është diçka që do përfundon shpejt. Kjo lufta dhe gjërat që do të bëjnë. Por megjithatë, do kemi ndryshime në rang botror, ta ka filluar që vjet në fakt. Tani, Mërkuri që parashikon gjëra të mëdha, gjëra aq të mëdha sa bomba bërthamore apo jo deri te bomba bërthamore? Nuk ma merr mendje për tek bërthamorja, as bëhet fjalë. Po çfarë thot harta astrologjike e Ajatollahut? Është shejdashi kokfort, do ta thoshim, por njëkohësisht edhe me ndryshime të njëpasnjëshme që këta kanë. Po megjithatë, si do të thosh ai është një njerëz me influencë, njerëz që është krejt ndryshe nga puna dhe ato që ai ka, por gjithsesi unë mund të thosh që do jenë një mënyrë komunikimi, do jenë një mënyrë një drejtim tjetër. E ka komunikimin pikë të fortë Ajatollahu? Është i komunikueshëm, por nga ana tjetër. Por nuk do të komunikojë. Janë gjëra të tjera që lidhen në këtë fushë. Por gjithsesi për Shqipërinë herë nuk kemi gjë, sepse të parët tanë thonin edhe ndër shekuj që nëse vjen nga lindja do të kemi probleme, kurse nëse vjen nga perëndimi s'ka asgjë për të shqetësuar. Pra kemi, po gjithmonë Shqipëria ka qenë e vështirë në disa gjëra, por nuk ka lidhje fare me luftat e me gjëra të tjera. E lëm Khamenein atje në tunelin e vet kur strehuar dhe presim tani telefonatat e qytetarëve. Kam rritur besoj telefonata e parë në studion tonë këtë mëngjes në numrin tonë të telefonit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Respekte. Po, kemi astrologu në studio. Çfarë do të donit që të dinit nga zoti Jorgo? Të lutem, mirëmëngjes në fillim. Edhe një herë të lutem? Mirëmëngjes të pash. Mirëmëngjes, po. Dhe unë po ta shpjegoj sa më poshtë, na më të ndjekur zotin Kulliçi tek televizioni 24 datë 21/6/2025. Unë jam mosha e 80 vjetëve. Them që ky Kulliçi është personi që ai nuk do të di fare atë parti. Po e kemi tjetër temën e diskutimit sot, zotëri. Politikën e kemi nga e hëna në të shtunë, sot kemi një gjë ndryshe. Kemi astrologu në studio, nëse doni t'i bëni ndonjë pyetje. Të lutem dhe një. Të lutem. Mirë, të lutem, nëse ke një pyetje për astrologun, ne bëjmë pyetjen për astrologun. Në të kundërt, nga e hëna në të premte, mund të flasim për politikën. Mirë, presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e zonjë. Mund të t'jap 2 data të lutem, se i kanë shumë të rëndësishme? Pa tjetër, cilat janë datat? Mirë, atëre, 15/12/64 ka një operacion këto ditë. 15/12/1964? Po, nuk janë bajmën të datë kështu ditën e orës. Përshëndetje, do të shumë. Edhe 3/2/87 për punën se duan ta heqin. Okej.
Ja, të nisim të marrim me radhë, 15-12-1964. Jorgo, për shëndetin, çfarë parashikon? Në lidhje me shëndetin. Atëre, përsa i përket kësaj datëlindje, 15-12-64, na tregon që ndryshime në lidhje me shëndetin nuk do keti diçka për të shqetësuar. Sepse në lidhje me këtë, unë do të thosha shkalimtare, shqiptarët gjithmonë janë në gjendje të përgjigjen që shkallja dhe forcën që kanë dhe intuitën e tyre. Por në anën tjetër, në lidhje me shëndetin, unë nuk shoh diçka, një bisedim me doktorin do ishte mirë dhe unë do të thosha që nuk shikoj një problem shqetësues. Për sa i përket datës për punë 3/2/57, me qenë se ndikimi i 10-diqit të dytë të shenjës së ujorit, është një mundësi shumë e artë tani. Duke filluar nga java e kaluar ditën e njëjtë dhe deri tani në datën 27-28 deri më datën 2 korrik, është një kohë shumë e përshtatshme në lidhje me punën, në lidhje me bisedimet edhe disa gjëra të tjera që kjo datëlindje ka, dhe më thënë 3/2/57 shenjës së ujorit, është një mundësi shumë e mirë. Ka për të marrë, jo për të dhënë, dhe i dokument do jetë një gëzim në familjen tuaj nëse është pjesë e familjes kjo datëlindje. Mirë, shpresojmë që është e qartë. Zonja të mos shqetësohet për shëndetin edhe për punën në këtyre dy personave, sepse yjet parashikojnë diçka pozitive. Presim një tjetër telefonat tani në studio. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po? Respekte. Kam djalin 22 qershor, data sot, 1989. Edhe 100 vjetë të bëhet djali. Falemderit, Jorgo si tu jam Julka dhe më njef Jorgo. Përshëndetje. Julka, përshëndetje Jorgo. Po. 22 qershor 89. 89. Ora? E kam në punë shumë mirë. Orën e lindjes e mbani mend? Orën kur ka lindur djali juaj e mbani Po, mend? në 9 dakës, në 9 dakës. 9 dakës. 21. Po ditën e bëja mend, po tani sot. E gjem ditën për E gjeni kamera. Jorgo ditën, vetëm të mbash mend orën. Po, në 9 dakës. Për punën je interesuar. Në lidhje me punën. Jam interesuar tani se kam pasur akoma dhe ka një variant. Tani do më ka sa 1-2 vjetë, po akoma nuk ka për shumë. Si do bëhet kjo, do realizohet? Jorgo të keqe ju ka. Po, 22/10. 22 qershor. Qershor. Jashtë. Okej. 22 qershor 1989. Po, Jorgo. atëre 22/6. 1989. Atëre. Ora Në 21. lidhje, po, në lidhje me punën Në lidhje fillimisht me dashurinë. e dashurin, po. Pastaj vjen puna për zonjën. Atëre, kemi ora 21, se kjo ora na duhet për këtë gjë që kërkojmë, dhe tregon që në fakt tek fëmija është me shansë sepse s'ka smarohet, lindur ditë e njëjtë, ditën e Jupiterit, që do të thotë një mundësi në fushën e dashurisë, edhe pse është pak fajtor, për disa gjëra që ndikuan para 3-4 muajve, por kjo nuk do të thotë se përfundojnë këtu. Në lidhje me vazhdimsinë, është një periudhë, po ta kuptojmë, domethënë për gjitha shenjat, por pikërisht kjo shenjë, sepse ka një ndikim shumë të madh dhe është mes ndryshimit të shenjës, domethënë të gafores dhe të binjakut, por i përket shenjës së gafores, dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë tani lidhet shumë me çështjet ekonomike financiare, sepse me ascendentën e Britsjap do të thotë që është një mundësi e artë dhe është pikërisht të kjo periudhë tani, është një periudhë shumë e mirë në lidhje me anën e dashurisë. Do kemi një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë, edhe pse ka pasur shumë vështirësi në të shkuarën, por vështirësitë i ka lënë pas nga muaji mars si lan pas dhe vazhdimësia tani është një periudhë shumë e mirë, vetëm do ketë pak vëmendjen ose të marrë vendime të rëndësishme si në fushën e dashurisë, si në fushën e punës, por në fushën e punës ka i diçka shumë të madhe, sepse tani kjo javë që fillon nesër, është java më e mirë për bisedimet të rëndësishme, për çështje kontratash, për lidhje me çështje pune, sepse ma të punë që është, ose ma të që merret tani, do ketë diçka tjetër të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë dhe mund ta stabilizoj. I gjithë kjo periudhë dhe çfarë do të ndodhi dhe bëhet në fushën e punës dhe të gjërave të tjera, është ky muaj korrik. Dhe kjo do të thotë që është vazhdimësia. Nuk e pse të shqetësohesh fare, edhe pse një lajm shumë i mirë mund të merret nga data 20 korrik, pra e vazhdimësia, është diçka shumë e mirë në lidhje me djalin. Kështu që mos e ke merak fare, nuk ka diçka për të shqetësuar në këtë aspekt.
Besojmë është e qartë zonja, presim tani një tjetër telefonat në numrin tonë të telefonit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po? Përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë, përshëndetje, jeni drejt për së drejti. Një ditë mbarë juve. Edhe për ju gjithashtu. Edhe isha interesuar të dija për datëlindjen 3/9, 1977. 74. 77. 77. Ah, okej. Ora e lindjes? Ora e lindjes 12 e natës. 00, jo? Po. Po çfarë doni të dini konkretisht për këtë shenjë? Një numër me fat edhe shëndetin. Lidhur me fatin, me martesa? Jo, një numër me fat, do të. Jo, nuk futemi me numrat, sepse nuk lidhe fare astrologjia me numra, nuk ka lidhje. Sepse nuk është dëgjoni nga herë ndomë, sepse po të vini re, thonë shumë në rrjetet sociale që tani pas nesër do hap numrat e fatit, ose i ka dërguar Zoti për të hap numrat e fatit se ka shumë puna, edhe nuk merret me këto gjëra. Mos besoni në gjëra të tilla apo në çështje magjike gjëra se natyre. Po thotë Jorgo me 1 milion e 1%, vetëm harxhoni kohë dhe kohë. Prandaj do të dia më shumë Përshëndetje. Po, në gjitha të tjerat mund të flasim. 3977, Jorgo, ora 00. Okej, 77. Atëherë, nëse flasim për sa i përket çështjeve me shëndetin dhe vazhdimsinë, në lidhje me këtë nuk mund të themi diçka shqetësuese, edhe pse ka kaluar një problem të vogël para 2 viteve, por kjo nuk do të thotë se vazhdon, sepse është një periudhë tani, është një periudhë mjaft pozitive, sepse zakonisht shenjat e tokës, që i përket shenjës së virgjëreshës, dhe kjo do të thotë që është një mundësi e mirë tani për të stabilizuar gjërat, një ndikim shumë pozitiv, edhe unë mund të them me bindje të plotë se është diçka shumë e mbarë. Dhe madje është një moment tani, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në gjërat që do të bëj. Por një nga mundësi që ka të bëjnë në këtë periudhë, është një periudhë shumë e mirë sepse njerëzit të lindur ditë shtune, zakonisht ka lindur ditë shtune, do të thotë që është një moment shumë i mirë pozitiv në lidhje me çështjet e punës, por me shëndetin e ka kaluar i problemi vogël, por kjo nuk do të thotë pastaj vazhdimësia. Gjithsesi, e përgjithshmja, unë do të thosha koha më e përshtatshme për marrje vendimesh të rëndësishme është pikërisht tani, sepse java që futet nesër ka diçka shumë të madhe nga data 25, 26, 27, sepse kemi dhe ndikimin e hënës së re dhe mundësitë të reja që ka të bëjnë virjesha përfiton në këtë aspekt, dhe pastaj kemi fundi i gushtit, 29 gusht me 10 shtator, ka një ndikim shumë të mirë kjo datëlindje dhe atëherë mund të përfitojnë gjërat në anën e vetë dhe marrin këtë mundësi për të stabilizuar çështjet e veta. Besoj është e qartë. Zonja, presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Unë do të di për 25/3 1924. Përshëndetje do të. Po, jeni drejt për së drejti. 25/3, çfarë viti? 1924. 84. 54. 54. Po. Ora e lindjes apo nuk e di? Ora ku di ora te, po më kanë Çfarë doni të dini konkretisht për këtë datë? Përshëndetje, ku mund të vdesë, sa kohë mund të kemi jetë? Atë e di vetëm Zoti, nuk besoj që e di Jorgo këtë, po. Nuk vjen gjë. Atëherë, 25/3/54, në lidhje me çështjet e shëndetit, nuk mund themi, atë jale më mirë mjekësisë. Nuk ka diçka këtu. Ne themi një gjë të përgjithshme se kur përgjithshme do thosha nuk. Edhe zotëria besoj e tha për batuta atë se kur do të jetë. Atëherë, nëse do flasim në përgjithësi, ndikimet shumë mira, i keni rezistuar kohës, edhe pse me shumë probleme, me shumë gjëra, keni arritur atje ku duhet, në fakt zgjuarësia dhe maturia bën punën e vet. Është një moment mjaft pozitiv, një moment shumë i mirë që keni tani e tutje, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar fare, do të thosha unë, me lidhje me çështjet e punës suaj, vazhdimësisë suaj, gjërave të shëndetit. Lidhje me shëndetin konkretisht do. Për shëndetin nuk shikojmë diçka për të shqetësuar fare. Kështu që mos u mërzisni për këto gjëra që nuk ka lidhje, nuk ndikohet gjë diçka për të shqetësuar, por megjithëse një kontroll tek mjeku mund ta bëni, pse jo? Është në favorin tuaj. Mirë, faleminderit zotëri. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, me mirë. Mirëmëngjesi. Respekte.
Do të di për shenjën time kam lindur në 7 maj. Në 7? Në 7 maj i 5-ti. 7 i 5? 1991. 1991. Në orën e lindjes, e dini apo? Në orën 8. Në orën 8 të mëngjesit? Po. 7 i 5 i 91. 7 i 5 i 91, ora 8 i mëngjesit. Okej. Çfarë doni të dini konkretisht? Do të di për jetën time, si do shkoj. Si do shkoj jeta në përgjithësi? Okej. Atëherë, 7 i 5 i 91. 91. Ora 8. Në fakt, kjo datëlindje, me qenë se pasa bërë ndërë, ka gjithë që derë në lidhje me gjërat që lidhen me punë, lidhen me karrierën. Unë do thosha, këtë periudhë, edhe sepse keni pasur disa probleme në të shkuarën, do keni kujdes në lidhje me kë shoqëroheni dhe gjërat që doni të bëni vetë mos i tregoni, mos u ekspozoni, sepse keni pasur shumë shanse dhe keni në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet që keni të bëni me vazhdimsinë, edhe pse me pak vështërsi ju bëhen gjërat, por kjo nuk do të thotë që nuk realizohen. Mundësit që keni tani, sepse lindur ditë marte me mundësit që ju jepen, keni 2 raste perfekte për këtë vit. Duke filluar nga tani, se ka filluar në fund të shkurtit, në fakt me 13 shkurt, gjërat që kanë ndikuar të këti, dhe vjen një moment tani që është koha juaj, është momenti juaj. Mundësi që do të keni, gjërat që do të bëni, dhe me marrën edhe i dokumenti që do t'ju duhet, sepse unë ju shikoj me vazhdimsi, jo tani, por për jashtë. Dhe është një mundësi shumë e mirë, sepse tentoni disa gjëra që t'i rregulloni, t'i stabilizoni, dhe është një mundësi shumë e mirë tani për të rregulluar këto gjëra. Por do keni kujdes në gjërat e tjera momentalet, sepse gjërat që doni të bëni, kohën që juve keni në dispozicionin tuaj, është një mundësi shumë e mirë tani këtë muaj, se është muaj i mirë për vazhdimsinë dhe për gjërat që doni të bëni, mund të t'i realizoni dhe të vazhdoni atë ëndër që juve keni, që t'ju bëhet realitet. Sepse keni çështje madhore ekonomike financiare, edhe pse nuk ka duk paraja, por kjo vjen me kohën dhe është një moment tani është shumë pozitiv, por keni kujdes në kohë. Ato që doni të bëni, përfundojeni pra ekspozojeni, sepse pa e realizuar, mos ekspozoni se nuk ju bëhen në çështjet e punës që keni. Dhe diçka shumë të mirë që keni tani dhe keni disa plane, por këta planet janë pozitive dhe jo negative për juve për të arritur atë ku juve dëshironi. Besoj është i qartë edhe zotëria, presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Të me ato... Drejt për së drejti me Jorgon jeni. Data e lindjes. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Përshëndetje. Po, dësha të dija për djalin, 10/4, 1990. Ora e lindjes? Po, 5:30 të mëngjesit. 5:30 e mëngjesit. Çfarë doni të dini konkretisht? Për të ardhmen e ti. Për të ardhmen. 10/4/1990, ora 5:30, Jorgo. Atëherë, 5:30. Kjo të regon që në lidhje me çështjet që kërkon. 12:25. Në fakt, ndikimet e periudhave të ndryshme që mund keni, por është një mundësi tani nëse do flasim për çështjet ekonomike financiare, me që se ndikimet janë të mira edhe pozitive, por keni pasur disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, në fakt këto 2 muajt e fundit, por ka një të drejtë ama në lidhje me ata që do të bëj. Me qenë se neve si prindër jemi mësuar që fëmijët e kemi afër dhe nuk na vjen mirë kur tentojnë për të bërë diçka më lartë, të ikin më tutje. Por duhet gjetur një mundësi tani, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për sa përket të çështjeve që bëhen në lidhje me anën ekonomike dhe ndikimet e tjera, por megjithatë tani është një mundësi shumë e mirë, do të thosha në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe me disa ndryshime që do bëj. Këto ndryshime janë shumë të mira, por në tetore tutje. Nga muaji tetor tutje, gjërat do jenë më mirë, se ka pasur ca gjëra që nuk kanë realizuar siç do të donte, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për gjëra që do të ndodhin tani e tutje në fushën e punës, në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve. Edhe pse qahet pak në lidhje me shëndetin, por kjo është diçka tjetër, nuk ka lidhje me përshqetësim.
fare, sepse kjo lidhet me anën e mërzitjes nga njerë që nuk realizohen gjërat dhe ndikon në disa drejtime. Por kjo do të thotë që vazhdimësia dhe është shumë djalë korrekt me gjërat e veta dhe kështu që kjo do t'ja arrijë qëllimit vet në atë çka do të bëjnë. Kështu që mos u shqetësoni fare, është diçka shumë e mirë, por në tetore tutje do shikoni ndryshime tek fëmia. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. 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 Respekte. Po, zonjë. Doja të dina fjalë. Po, na thoni një datë lindje dhe çfarë doni të dini konkretisht? 20. Edhe njëherë, se nuk u dëgjua mirë? 20 vjetor. Mbajni pak më afër telefonin se nuk ju dëgjojmë dot, zonjë. 21 vjetor. 21 dhjetor. Po. Viti? 1993. 1993. Po. 21/12/1993, Jorgo. Po. Çfarë doni të dini konkretisht? Dua të di si Në përgjithësi. E qartë. Okej. Atë. Orën e lindjes e mbani mend apo? 6 vjet. 6 i mëngjesit. Po. Po, 6 i mëngjesit. Atëherë, ora 6. Çfarë ndodh në përgjithësi? Në përgjithësi duket se kjo datëlindje është me shumë fat. Është me shumë fat për shumë arsye, sepse planifikon, vepron, realizon. Mënyra dhe mundësia që ka tani dhe vitet më të mira që janë tani e tutje, sepse koha është në favor të kësaj datëlindje dhe është një mundësi shumë e mirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me ndryshime që do të ketë, por në fakt lidhet shumë me çështjet e punës aktuale, edhe me jashtë ka ndikime shumë të mira, por është një mundësi shumë e mirë tani që do të marrë vendime. Dhe ka filluar viti i mbar, sepse po të marrim 2024-ën, për shembull në mars ka pasi problem dhe me të drejtën e vet e përfitoi të drejtën dhe është shumë i drejtë për së drejti. Dhe kjo edhe pse është pak nevrik, sepse duket se ka këtë nevriklokun, por meqenëse ka lindit Marte dhe kjo do të thotë ndikim shumë pozitiv në familje dhe është në ditën e fundit që ndikohet shumë në shigjetar dhe një mundësi shumë e mirë në bazë të datës së lindjes që ka të bëjnë shumë dhe me ascendente që është në shigjetar, që do të thotë mundësi rëndësi në anën ekonomike. Disa para të pamara, asa çështje pune diçka shumë e mirë realizohet, dhe një punë të dytë që po mundohet ta realizoj. Dhe në lidhje me dokumentacione nuk ka vend për të shqetësuar. Dhe një gëzim shumë i madh që mund të ndodhi gjatë fundit të këtij viti, fillimi i vitit të 2026, ku është diçka shumë e madhe, por gjithsesi flasim për tani në këtë periudhë. Prandaj nuk keni pse të shqetësoni. Vërtet jeni shqetësuar më përpara, por jo tani e tutje. Besoj është e qartë zonja për djalin e saj dhe kjo ishte telefonata e fundit për këtë të diel, sa shpejt që iku koha edhe këtë të diel. Jorgo, po kemi bërë gjitha të telefonata. Ti e ke mbushur një faqe aty me parashikime. Ne do t'jemi sërish të dielën tjetër, sërish me zotin Jorgo Pulla në studio, sërish për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja dhe shqetësimeve që mund të keni, apo dëshirave për të parë se çfarë parashikojnë yjet për ju. Jorgo, të falenderoj shumë për gatishmërinë.